Zoti të ka bekuar me të gjitha, jep maksimumin në jetën tënde, mos u dorëzo, zgjohu. Merr frymë thellë. Dhe kujtoje këtë, Zoti të ka bekuar me më shumë se sa ti mendon. Po, ndoshta sot nuk je atje ku doje të ishe. Ndoshta ke kaluar net pa gjumë, me mendime që të ndjekin si hije. Ndoshta ke qarë në heshtje, me dhimbje që të kanë rënduar shpirtin. Por, ti ende je këtu. Ende frymon. Ende ke një shans tjetër. Ky fakt i vetëm do të thotë gjithçka. 1. Zoti nuk të krijoi rastësisht, ti nuk je një gabim. Nuk je një aksident. Je një krijesë unike, e menduar, e formuar me qëllim. Zoti të ka dhënë dhurata të brendshme që ndoshta akoma nuk i ke zbuluar. Talente, forcë, qëndresë, zemër, besim, bota përpiqet të bëjë të ndihesh i zakonshëm. Por Zoti të krijoi për të qenë jashtëzakonshëm, mos e harro këtë kur dikush të nëpërkëmb, kur rrëzohesh, kur ndihesh bosh. Ti ke gjithçka brenda vetes për të ngritur një jetë të jashtëzakonshme. 2. Dështimi nuk është fundi, është testi. Njerëzit e mëdhenj nuk janë ata që nuk kanë rënë kurrë. Janë ata që kanë rënë 100 herë, por janë ngritur 101 herë. Mos ki frikë të dështosh. Mos u turpëro kur gabon. Ajo që ka rëndësi nuk është rrëzimi, është vendimi yt për të ngritur përsëri. Zoti nuk e teston një shpirt të dobët me sfida të mëdha. Ai të përgatit për diçka të madhe. Nëse je në një periudhë të errët të jetës, mos e shi si mallkim. Shije si provë. Sepse nuk ka dritë pa errësirë, nuk ka fuqi pa betejë, dhe nuk ka sukses të vërtet pa plagë. 3. Mos e krahaso veten me të tjerët, mos i shi të tjerët dhe të thuash, shiko ku kanë arritur ata dhe shiko ku jam unë. Jo. Secili ecën me kohën dhe ritmin e vet. Zoti ka kohën e vet për ty. Krahasimi të vjedh lumturinë, të çon në zili dhe në veturrejtje. Por nëse e ndalon krahasimin dhe fillon të shohësh veten si një krijesë unike, do kuptosh sa shumë gjëra të bukura ke ndërtuar dhe sa shumë gjëra të mëdha po vijnë. 4. Jep maksimumin tënd, jo për lavdi, por për shpirtin tënd. Kur jep maksimumin, ti po e nderon Zotin. Po i thua, faleminderit që më krijove. Do të përpiqem me gjithë zemër. Suksesi nuk është vetëm një arritje, është një përgjigje ndaj dhuratave që ke marrë. Çdo ditë që jeton pa përpjekje, është një ditë që i mohon veten. Por çdo ditë që ngrihesh me qëllim, me vullnet, me zemër, është një ditë që i jep kuptim frymës që Zoti të fali. Nuk ka rëndësi sa i lodhur je. Nuk ka rëndësi sa shumë të kanë plagosur. Rëndësi ka që të vazhdosh. 5. Shpirti yt është më i fortë se çdo pengesë, zemra jote është plagosur? E di. Ke besuar në njerëz që të zhgënjyen? E kuptoj. Por shpirti yt është më i madh se kaq, brenda teje jeton një fuqi që ka mbijetuar dhimbje, refuzime, humbje, dhe përsëri ka zgjedhur të ecë përpara. Kur të tjerët kanë ndaluar, ti ke vazhduar. Kur të tjerët kanë dorëzuar, ti je lutur. Dhe lutjet e tua nuk janë kot, Zoti i dëgjon të gjitha. Dhe përgjigja po vjen. Por ti duhet të jesh gati për të. 6. Mos u dorëzo kurrë, sepse suksesi është më afër se ç'mendon, e vetmja mënyrë që të dështosh me të vërtetë është kur dorëzohesh. Ka njerëz që kanë qenë në një hap larg ëndrrës. Dhe u dorëzuan, po sikur dita që do ndodh mrekullia. Të jetë nesër? Po sikur pas derës që do hapësh sot, të jetë shansi që ke pritur për vite, ti nuk e di se kur do të vijë çlirimi yt. Por nëse ndalesh tani, nuk do ta marrësh vesh kurrë. Kujtoje këtë, Zoti nuk harron askënd që qëndron besnik dhe përpiqet çdo ditë. Jep gjithçka nga vetja, edhe kur askush nuk të sheh. Sepse ai të sheh. Dhe nuk harron. 7. Beso më shumë në vete, sepse Zoti beson në ty, njerëzit do të dyshojnë. Do të nënvlerësojnë. Do të thonë që nuk ja del dot. Por nuk ka rëndësi, sepse kur Zoti vendos të bekoj, askush nuk e ndal.
Ti ke lindur për të bërë gjëra të mëdha. Edhe nëse tani duket sikur gjithçka është kundër teje. Ky është momenti që po ndërton karakterin tënd. Ky është momenti që po të kalit në zjarr, që të shkëlqesh nesër, Të mos dorëzohesh është një akt dashurie ndaj vetes, sa herë që zgjedh të ngrihesh, ti po i thua vetes, unë vlej. Unë e meritoj këtë jetë. Unë kam vlerë. Të mos dorëzohesh nuk është arrogancë, është mirënjohje për shpirtin tënd. Është dashuri për jetën. Është refuzim për të pranuar një ekzistencë të shuar, ti je krijuar për të jetuar me pasion. Me frymëzim. Me zjarr në zemër. Mos e shuaj atë zjarr. Kujdesu për të. Mbaje gjallë. Frymo thellë dhe thuaj vetes, unë do vazhdoj. Sepse unë mundem. 9. Çdo lot i derdhur, çdo orë e errët do të shpërblehet, asgjë nuk është kollë. Jo dhimbja. Jo pritja. Jo pritshmëritë që nuk u realizuan. Jo rëzimet, Zoti nuk i lë rrëfimet e tua pa përgjigje. Ai i përdor plagët e tua si dëshmi për të tjerët. Ai të kthen në frymëzim. Në shembull. Në dëshmi që fuqia e vërtet nuk dorëzohet kurrë. Çdo herë që nuk dorëzohesh, ti po ndërton diçka që askush s'mund ta shkatërrojë, një shpirt të pathyeshëm, 10. Dhe kur gjithçka të duket e pamundur, ngri kokën lart dhe thuaj, unë jam bekim, në vend që të thuash pse unë? Thuaj, për çfarë po më përgatit Zoti? Në vend që të thuash s'kam fat, thuaj, jam ende në procesin tim. Në vend që të dorëzohesh, thuaj, do e çoj këtë deri në fund, sepse unë nuk jam krijuar për të hequr dorë. Ti je dhuratë. Ti je bekim. Ti je mundësi. Jeta nuk është e lehtë, por ti nuk je vetëm. Ke Zotin me vete. Ke shpirtin tënd. Ke vullnetin. Ke dhuratat e tua. Dhe më e rëndësishmja, ke zgjedhjen të vazhdosh ose të ndalesh. Zgjedh të vazhdosh, thirrja e fundit, mos e harro kurrë këtë, Zoti të ka bekuar me më shumë se sa mendon, jep gjithçka nga vetja, lutu, beso, lufto, dhe kurrë mos u dorëzo, sepse bota ka nevojë për versionin më të mirë të teje.